Tensionet në lindjen e mesme mbeten të larta, ndërsa analistët paralajmërojnë një përplasje të re ushtarake mes Shtetet e Bashkuara dhe Iranit që mund të përfshijë drejtpërdrejt dhe rrjetin rajonal të aleatëve të Teheranit, të njohur si boshti i rezistencës. Gjatë bombardimeve të vitit të kaluar nga Izraeli dhe SBA-ja ndaj objektivave iraniane, këto grupe janë qëndruar kryesisht jashtë konfliktit, por situata mund të ndryshojë ndjeshëm në rast të një përshkallëzimi të ri. Ekspertët theksojnë se ndryshe nga përplasja kufizuar të qershorit 2025, një konflikt i ri në SBA do të perceptohej nga Teherani si ekzistencial për regjimin. Në një skenar të tillë, Irani pritet të përdorë jo vetëm kapacitetet e tij të drejtpërdrejta ushtarake, por edhe aleatët rajonal për të ushtruar presion në disa fronte njëkohësisht, ku grupe që prej dekadash kanë shërbyer si pjesë thelbësore e strategjisë frenuese të Iranit kundër Izraelit dhe interesave amerikane në rajon, edhe pse disa prej tyre janë dobësuar, veçanërisht Hezbollahu, pas një lufte njëvjeçare me Izraelin, ato mbeten faktor të rëndësëm destabilizues në rast përshkallëzimi. Sinjale të qarta përgatitjesh janë vërentur tashmë në disa vende të rajonit. Në Irak, milicit pro-iranian kanë nisur rekrutime të reja dhe lëvizje logjistike, ndërsa në Yemen rebelët Houthi kanë kërcënuar të japin fundar pushimit në SBA. Në Liban, aktivitetet e shtuara të Hezbollahut po monitorohen nga afër nga Izraeli dhe partnerët perëndimor. Sipas analizave të sigurisë, nëse udhëheqja iraniane ndjen të rrezikohet seriozisht, ajo do të aktivizojë të gjithë instrumentet e saj të ndikimit, duke shndruar konfliktin në një përplasje shumë frontëshe rajonale. Në një zhvillim të tillë do të rrezikonte jo vetëm stabilitet të lindjes së mesme, por edhe sigurinë globale dhe tregjen ndërkombëtare të energjisë.